Mediat të shtunën raportuan se kishte pasur dhunë në Zvërnec, atje ku do të ndërtohet një resort turistik me një investim prej miliarda eurosh. Në fakt, edhe moralistët më të mëdhenj, pra ata gazetarë që duan të hiqen si parimor, nuk raportuan dot në mediat e tyre, u mjaftuan në rrjetet sociale, duke drejtuar gishtin ndaj investitorit, subjektit kastrati. Në fakt, gjithçka thuhet edhe për rastin e Zvërnecit, edhe për rastin e Rjollit, është shumë e manipuluar dhe jo një e vërtetë e plot. Së pari, në lidhje me përplasjen dhe dhunën që ushtrohet, në secilin vend të botës, mund të shkosh tjetrit në shtëpi në pronë, pretendojnë se janë pronar. Si janë pronar kur një biznesmen, një investitor shkon dhe e blen, sipas atij që ka certifikatën e pronësisë, e blen me lekë të pasuri, deri në momentin që nuk ka projekt, nuk fillon investimi, askush nuk kujtohet, ka 35 vjet, as nuk e din se çfarë është ajo pron, as nuk kanë pretendime, kanë humbur dhe përplasjet në gjyqe, pa folur pastaj për idenë që kullotat nuk kanë qenë kurrë prona private, që është një gënjeshtër e madhe, dhe kjo sepse në kohën e Zogut, çdo pëllëm toke e Shqipërisë e ka pasur të mirë përcaktuar pronarin, qoftë ky edhe shteti, prej vitesh, prej dekadash, nuk bëjnë asgjë për atë pronë, në momentin që shfaqet një investitor dhe vendos rrethimin, shkojnë dhe rrihen. Ku ndodh kjo? Po sikur të shkojë një grup njerëzish në shtëpinë e këtyre që pretendojnë që janë pjesë të mjedisit apo pseudopronar të shpikur apo gjobaxhin që duan vetëm të marrin lek investitorëve. Çfarë do të ndodh? Do t'u nxjerrin pushkun dhe drun. Ç'pun kanë që protestojnë dhe hyjnë brenda pronave, kushdo qoftë, sepse ajo quhet vepër penale, quhet vetgjyqësi. A ke pretendim? Shko hap çështjen në prokurori, shko në gjykat, do të protestosh, protesto në rrugë, blloko rrugën, por askush nuk mund të hyjë në kantier, edhe në një zonë të ndërtuar që po ndërtohet dhe po zhvillohet. Kjo nuk ndodh askund, nuk duhet të ndodh as në Rjoll, ku u kujtuan pas 35 vjetësh dhe në momentin që në një zonë të harruar dhe të braktisur, u shfaq një investitor që e kishte bler pronën me para, i cili kishte paguar miliona euro për projektin arkitekturor, për projektin e zhvillimit të zonës, kishte paguar miliona euro taksa. Në momentin që shfaqet për ta ndërtuar, dalin një tufë njerëzish dhe i përplasen. E njëjta situatë në Zvërnec, dekada të tëra, askush nuk është marrë me ato pronë atje, shkon subjekti privat, e blen, e zhvillon, vin studio arkitekturore nga më të mirat në botë, duan të zhvillojnë një pronë të lënë në harres prej 3 dekadash dhe shfaqen disa pseudo-ambientalist, kryesisht gjobaxhin, që mbijetojnë nga parat që marrin nga këta investorët e mëdhenj, dhe përgjegjësia dhe faji është i vetë këtyre investitorëve, të cilët i kanë mësuar me të tilla gjëra, se pasi ata protestojnë, shkojnë u japin shukat me lek, që t'u mbyllin gojën, kur në fakt janë me të drejtën dhe ligjin, kanë bler një pronë, kanë paguar para për të zhvilluar, kanë marrë një leje nga shteti. Ndaj dhe kjo zonë ku do të ndërtohet resorti, nuk duhet të ruhet me polici private, duhet të jetë shteti atje që ta mbrojë, nuk duhet të shkojnë njerëzit të bëjnë vetgjyqësi dhe të hyjnë në prona private kushdo qoftë. Kjo është e vërteta e padiskutueshme. Për 35 vjet nuk janë marrë me ato prona, as në Zvërnec dhe as në Rjoll. Kujtohen kur shkon investitori, shkojnë brenda pronës, protestojnë me vetgjyqësi, me vepër penale, ku në fakt duhet të ishte e kundërta. Ata që kanë pretendime të vazhdojnë gjyqet, prona duhet të zhvillohet. E fitove gjyqin, e ke të zhvilluar, vlen më shumë para, nuk e ke pronën tënde, është e dikujt tjetër, ta gëzoj ai që e ka. Banorët e zonës, ata që protestojnë të nxituar dhe nga konjunktura të ndryshme, së pari nga konkurrenca, së dyti nga linja të caktuara politike në Zvërnec, pa diskutim janë linja të Sorosit, pa diskutim janë ambientalistë gjobaxhin. Kjo është një e vërtetë e provuar. Nga këto investime do të përfitojnë dhe banorët e zonës, se këto resorte kanë nevojë për infrastrukturë, për mirëmbajtje, për shërbime që do të trajnohen dhe mirë paguhen. Këto investime janë një shans për zona të caktuara që janë lënë në harres, ku qindra banorë ngelen me 2 produkte që shesin nga fusha apo ferma e tyre, kurse me zhvillimin e zonave me resorte të tilla, do të duhet një zinxhir i madh furnizimi dhe shërbimi që këtë shans e kanë banorët e këtyre zonave. Përtej këtyre që quhen protesta apo përplasje, pengohen investime me 10 miliona euro, miliarda lek që shkojnë te të ardhurat në buxhet, që shkojnë si investime, po keq përdoren ata që janë në të drejtën e tyre, që besojnë disa parime, se të tjerët kanë shkuar në kundërshtim me ligjin, të protestojnë për një pronë që nuk është e tyre, për një pronë që investitori e ka bler, për një pronë që investitori e ka zhvilluar, për një pronë që investitori e ka me leje. Kështu po ndodh me Zvërnecin dhe Rjollin, kështu ndodh kudo me këto investime të mëdha në disa zona të harruara, që kur shkojnë investitorët i zhvillojnë, shfaqen 20 bozuk dhe shkojnë dhunojnë pronën private me vetgjyqësi në shkelje të ligjit. Ajo që ndodhi në Zvërnec është më e dhimbshme akoma, sepse nuk mund të mbajnë përgjegjësi sipas ligjit vetëm policët privat, por duhet të
mbajnë përgjegjësi ligjore, edhe personat që kanë hyrë me dhunë në një pronë private, edhe policia e shtetit, që duhet të garantojë sigurinë e pronës private dhe investimin. Nuk mund të lejohet çdo gjobaxhi, çdo pseudoambientalist dhe çdo njeri që kërkon të marrë një shuk me lekë nga investitorët të ngrenë dhunë, kaos dhe rëmuj, e cila bëhet me qëllim nga individ që duan përfitime dhe asgjë më shumë se sa kaq, megjithse nuk janë as pak pronar dhe as pak ambientalist.